Ministri për Europën dhe Punën e Jashtme Ferit Hoxha ka zhvilluar një takim zyrtar në Bruksel me komisionerin për zgjerimin e Bashkimit Evropian, ku në qendër të diskutimeve ishte ecuria e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Gjatë takimit u theksuar rëndësia e ruajtjes së momentumit aktual të negociatave dhe vijimi i reformave me ritëm të qëndrueshëm. Hoxha nënvizoi se orientimi evropian i Shqipërisë është i qartë dhe i pandryshueshëm, i mbështetur në angazhime konkrete dhe rezultate të prekshme në fusha kyçe. Në diskutim u përfshi edhe zbatimi i agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes, i cili synon të përshpejtojë zhvillimin ekonomik dhe të afrojë më tej vendin me standardet europiane. Sipas Hoxhës, ky plan plotëson procesin e anëtarësimit dhe sjell përfitime direkte për qytetarët. Ai theksoi se prioritet kryesor mbetet forcimi i sundimit të ligjit, ndërtimi i një sistemi gjyqësor të pavarur dhe profesional, si dhe përparimi i qëndrueshëm në të gjithë kapitujt e negociatave. Po ashtu rëndësi u kushtua dhe komunikimit publik mbi përfitimet dhe detyrimet që sjell procesi i integrimit evropian. Nga ana e saj, komisioneri Marta Kloss vlerësoi progresin e arritur nga Shqipëria, duke ritheksuar se procesi i zgjerimit të BE-s mbetet i bazuar në meritë dhe kërkon vazhdimsi në reforma dhe përmbushje të kritereve të vendosura.